Policia e Dibrës ka intensifikuar monitorimin e akseve rrugore gjatë 2 javëve të para të muajit mars, duke përdorur teknologji moderne si dron, radar dhe mjete inteligjente për të rritur sigurinë rrugore. Ky aksion, i mbështetur edhe nga Drejtoria e Policisë Rrugore, ka çuar në arrestimin e një personi dhe procedimin penal të 4 të tjerëve për shkelje të rënda të rregullave të qarkullimit. Përveç masave penale, forcat e rendit kanë ndoshkuar administrativisht 954 drejtues mjetesh, ku numrin më të lartë e zën shkeljet për parkim të gabuar me 400 raste dhe parakalimet e rrezikshme me 179 gjoba. Në listën e sanksioneve përfshihen gjithashtu ndëshkime për tejkalim shpejtësie, mos përdorim të rripit të sigurimit apo kaskës mbrojtëse, si dhe drejtim mjeti nën efektin e alkoolit. Policia Rrugore e Dibrës u bën thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes maksimal dhe të respektojnë sinjalistikën, duke theksuar se këto kontrolle rigoroze do të vijojnë në të gjithë qarkun me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe menaxhimin më efikas të trafikut.